Trupi i 21 vjeçarit shqiptar Mateo Lupi, i cili humbi jetën tragjikisht më 14 prill në Helsingborg të Suedisë, është kthyer në Shqipëri. I riu, me origjinë nga Fieri dhe prej vitesh banues në Suedi, do të përcillet për në banesën e fundit ditën e premte, ndërsa familjarët kanë hapur dyert e mortit për të pritur ngushëllimet. Ngjarja e rëndë ndodhi pak para mesnatës, kur Mateo u qellua me armë zjarri në një parking pranë një ndërtese. Gjatë sulmit, mbeti e plagosur edhe një vajzë rreth 25 vjeçe që ndodhej me të. Ajo ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale dhe ndodhet në gjendje serioze, por të stabilizuar. Në lidhje me krimin, policia suedeze ka arrestuar një person. Megjithatë, autoritetet sqarojnë se ai nuk dyshohet të jetë autori i drejtpërdrejt i vrasjes. Prokurori Anders Svensson ka theksuar se hetimet vijojnë me intensitet të lartë dhe se çështja mbetet ende e hapur. Sipas raportimeve të mediave suedeze, në vend ngjarje janë gjetur prova që lidhen me një automjet, ndërsa dëshmitar okular kanë deklaruar se një furgon gri u largua me shpejtësi menjëherë pas të shtënave, duke ngritur dyshime për përfshirjen e më shumë se një personi. Po ashtu, burime mediatike bëjnë me dije se viktima ishte i njohur për policinë dhe dyshohet të ketë pasur lidhje me rrjete kriminale në zonën e Helsingborgut. Një nga pistat kryesore të hetimit mbetet ajo e konflikteve mes grupeve të drogës. Ndërkohë, autoritetet suedeze vijojnë punën për të hedhur dritë të plot mbi rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorët.